Lam të mirë Ramazanit për ju Allahut. Nëse ka përfunduar agjerimi, lutja ndaj Allahut Azza wa Jall nuk përfundon, namazi nuk përfundon. Afrimi me Allahun Azza wa Jall dhe nevoja për Allahun nuk përfundon dhe nuk ndalet kur. Shumë është domethënë se kjo. Nëse mbarojmë dhe përfundojmë një punë të mirë, me njëherë angazhohemi me tjetrën. Kujdes, nëse Ramazani nuk na ka ndryshuar gjendjen tonë për 30 ditë, atëherë çka kemi përfituar nga Ramazani? Nga Ramazani duhet të përfitojmë dhe të ndryshojmë vetveten tonë për të mirë. Nëse para Ramazanit nuk kam qenë i udhëzuar ashtu siç duhet, pas Ramazanit duhet të jem edhe më se i udhëzuar. Dhe mos ta shkëpos lidhjen me Allahun Azza wa Jall, sepse pa Allahun nuk ka jetë, pa Allahun nuk ka xhennet, pa Allahun nuk ka zgjidhje për brengat tona, andaj të qëndrojmë në vazhdimsi me Allahun. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.